që kanë thonë e plaki me që kanë thonë edhe ato të dera do të mjangu fjallin, lafin, të një gru edhe aja, më konë dishme si, edhe ja qilojnë edhe shumë regull është. Atëherë konë ma vështërsi, po konë ma ndashni që konë ma shumë vetë. Tash pak ma pak, po jetë është ma mirë. Sa ka qenë e madhe një familje në Salla Grosh, dhe atëherë me krasu më sëtë? Po, tash të saj moj me në shpijet, të kunë të në 30 antarë, 35 antarë ka pas. 25, po vasi, po dhe në 30-35 antarë një familje ka pas. E tash të jo, tash të janë shumë mungë, janë da, janë rritë familjet. Si çdo kënd? Si çdo kënd, po. Tash ma mirë, se familja ma vogël, ma kalaje menaxhon, ma kalaje jeton, a familja ma do të përgjësit ma. Qysh ka qenë menaxhimi atëherë? Keni pas edhe jo të nda me kështë krye plaku i shtëpisë që i ka nda? Po, e zëtë shtëpisë që i këne thonë, e zëtë shtëpisë ka vlajë me madhe se baba, a i ka vëdhesh për shtëpijeni, ka vëdhesh ndesh gratë shtëpisë, ndesh të minë, ndesh djemë të se burët, plaku i shtëpisë ka vëdhesh. Po atëherë ka ngu, a i ka folë, shka ka thonë, a i në pas gabim, po aki e kanë bonë vesh për mes meja, këthy fjallin ose nësë me prish. Sa ruhet kjo tradicët? Tash pak, tash t'ina modernizu, tash kina kalu në demokraci edhe... Se cili fjallin e vetë, Se cili fjalla lirë është me ligjë, edhe se cili e fjallin e lirë edhe është mirë. Me dhonë mendimin që cili aty, se edhe për para noda që kanë thonë e plaki me që kanë thonë edhe ato të dera do të mjangu fjallin, lafin, se kje qilojnë edhe është në regull se një gru edhe aja, më konë dishme si, edhe ja qilojnë edhe shumë në regull është. Po i përmend udat, sa ka pas në fshat, sa ka sot, a keni uda? Uda kemi pas, tasht jo. Kemi pak shumë, me thonë, një 20 uda në qosë janë, po s'ka njerës përmenen tonë. Edhe kjo bënë që mësë me pas edhe as kjo tila? se të angazhunit në për punës. Për çka njihe njerës të këti fshate? Fshati Salla Grosh njihet ma shumë për mikpritje, bukdhëns, harmoni, dashni që ka pas të punë. Se kjo u konë rruga që kanë kalu, që kanë shku në Prizren, për para me kual, me shi drumë ose me shi drith. Edhe për bjeshme, pe Kashtanjeve, si Jezercit, Lanishtë që janë fshatët e Frejzajt, anina, që kanë shku në Prizren, janë nalë kanë bujtë këtu, të martën, janë që për atë savojt me shku në Prizren, me shit një kali drumë ose një kali me pema që ka kanë pas. Po ku janë këthyja për të kanë bujtë, nesër me shku me për shpi. Sa e mboni sot këtë tradit? Po tasht jo, e mbojmë edhe tasht me ndodhë, po nëse tasht kanë dalë teknikat, kerret, kamionet, s'ka nevoj për me bujtë. Atërë odat që kemi pas në akullë, këtu kemi pas ta ku martë mene që kanë pas fshatit që kanë nejtë, kanë bujtë në akime 2-3 vetë me një odë. Unë që ditë në që ka mujtë me fjetë, se s'kam pas asë jargona, asë shilte, po që të reshë baki 10-12 të bajnë shenë në bramje, kanë angë në darë, kanë fjetë si cili që të binë së njerë, edhe shumë kënë interesant me menu që shkanë fjetën, se sot 2-3 vetë me një odë baki 5-5. Po që të kanë fjetë, unë që di në odë tonë. S'kanë qenë të i kanuza. Po. Edhe gratë e fshatit për Meritej ka një falenderem që i kanë prisë gjëherë me bëk. Po. Do me thonë